Me 30 mars të vitit 1778 në Francë, dramaturgu Voltaire nderohet me kurorën e Dafinës. Ai ishte shkrimtar, iluminist, historian, filozof, poet, i njohur për zgjuarsi, sulme ndaj institucionit të kishës dhe mbrojtës i lirisë së fesë, lirisë së shprehjes, për ndarjen e kishës nga shteti. Voltaire ishte shkrimtar me shumë dhunti, duke prodhuar vepra në çdo formë letrare, si drama, poezi, romane, ese, vepra historike dhe shkencore. Voltaire shkroi më shumë se 2000 libra dhe pamflete, edhe la pas mbi epistolar prej 20.000 letrash të përmbledhura në vitin 1964 në 102 vëllime. Anestezia me eter, dëgjues të Radio Kontakt, është përdorur për herë të parë 175 vite më parë në kirurgji nga një mjek amerikan. Por në fakt, historia e anestezisë moderne është shumë e shkurtër në krahasim me historinë e mjekësisë dhe me historinë e kirurgjisë në veçanti. Ajo fillon pas viteve 1800, kjo për arsye se në këtë periudhë të gjitha shkencat bën një hap cilësor dhe pikërisht para kirurgjisë ushtruan detyra të cilat nuk mund të zgjidhen pa një anestezi moderne. Eteri dhe protoksidi i azotit u konstatuan nga disa kemistë se kishin efekte anestezike të mira. Kështu me 16 tetor të vitit 1846 u krye operacioni i parë nën anestezi të përgjithshme me eter dhe kjo quhet dita e fillimit të anestezisë moderne. Sot, një element shumë i rëndësishëm për ndërhyrjet kirurgjikale për patologji të ndryshme që mund të ketë gjithë secili nga ne. Më 30 mars të vitit 1981, presidenti i 40 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Reagan, plagoset gjatë një atentati në Washington DC, por aty mbetën të plagosur dhe 2 persona të tjerë. Atentatori u kap. Ai ishte John Hinckley i riu, i cili u përpoq të vriste presidentin në përpjekje për t'i bërë përshtypje aktores Judy Foster, që në fakt ai simpatizonte. Hinckley u shpalli pafajshëm për shkak të çmendurisë dhe problemeve mendore dhe u vendos nën kujdesin psikiatrik. Ronald Reagan është bërë ikon e konservatorizmit politik. Reagan renditet mjaft lart në sondazhet e opinionit publik mbi presidentët, edhe atij i jepet merita për rilindjen ideologjike të së djathtës amerikane. Në vitin 1994, u dha lajmi se Reagan ishte diagnostikuar me sëmundjen Alzheimer. Ronald Reagan ndëroi jetë në moshën 93 vjeçare. Pasi sot është data e lindjes së një prej këngëtarëve më të njohur në botë, kantautorit britanik Eric Clapton. Clapton është një kitarist, këngëtar dhe kompozitor anglez. Ai ka qenë pjesëtar i grupeve të ndryshme si Rock Cream dhe The Yardbirds. Ai njihet më shumë për karrierën e tij si solo këngëtar. Sukseset e tij janë të shumta, ku ka marrë sigurisht dhe shumë çmime të rëndësishme në muzikë dhe këndim. Stili i muzikës është blues dhe rock. Këngët e Eric Clapton janë të panumërta, këngë të cilat dëgjohen nga të gjithë brezat me shumë kënaqësi dhe në të gjithë botën. Me 30 mars ka lindur një nga këngëtarët më të famshme kanadeze, e njohur në të gjithë botën. Sa po dëgjoni zërin e saj me njëherë identifikoni, është Celine Dion. Dion nuk është vetëm këngëtare, por edhe autore tekstesh dhe aktore. Celine Dion ka lindur në një familje të madhe dhe është bërë yll që në adoleshencë si një folse e mirë e gjuhës frënge. Janë të shumta dhe të panumërta këngët që ka në fondin e saj muzikor
dhe sigurisht të shumta janë edhe albumet. Rënditet në 20 këngëtare të më të dëgjuara në të gjithë botën. Celine Dion është përblyer her pas here me çmime për zërin dhe interpretimin e saj mahnitës. Të shumta janë këngët e famshme të Celine Dion, por hiti i saj mbetet kënga My Heart Will Go On.